O, zamra flu. Bazament ishta me përmend që këta që po kënojnë sonte grupi janë Luli është edhe vllau i dëshmurit, janë grupi Reçoko, janë ndër folkloristat më të Zamra mirë. flu. Kështu, njerit janë edhe Luli është edhe vllau i dëshmurit, apo Lul? Lavdi. Lloji këti ka marrë pjesë në grupin e muj Krasniqit me mu bashkë. Lloji këti Shahirit. Nena. Po. Mas e zdull. Mas a dulla apo është me përmend dy fjalë për vllaun tan, se po thotë ka marrë pjesë në grupin e muj Krasniqit. Po, fatjetër, po me gjithat, unë mendoj që Mehmetit nështë ta kanë ma shumë me forë se kanë qenë bashkë, po vlau jam tash është një ndjerë. Po, tash të marrë vlau i dëshme. Po, Basa Mehmet, t'jalom atër Mehmetit. Basa Mehmet thonë më herë që... Thash se vlau i ti ka qenë grupin tonë me grupin e muj Krasniqit, pjesë marës në atë BT, po edhe aty si folëm pak ma herë për grupin e Shtatëmëdhjetë Korrikit, aty edhe në atë grup ku morë pjesën e ai grup, që edhe aty kemi pos një betejë shumë mëdhe, por kemi pos humbje shumë mëdha. Muj me thonë që në dërpeteja që kemi humbë as Lozës Qershori, aty kemi pos humbjen më të mëdhe në grupi me komandanti muj Krasniqi dhe 40 bashkëpunëtor Tina. Në atë betejë ka marrë pjesë edhe vllai Tina në atëherë me pseudonimin Curri, tash i ndjerë, dihet me 14 dhjetorin, Hatsari madh ftohtë. Dhe nëse s'ka bëjnë qatë grup ka qenë edhe Gjevdet Qeriqi, ja? si? Gjevdet Qeriqi. Po. Që kam i thonë tjetër në veç më i falendru sonte që keni gjetë kurën edhe keni morë mundin me orë sonte për fund jalom me mbyllë basës dullë edhe Lulit edhe me Nikon. Falenderit shumë që ishë. Falenderit, respekt, falenderit shumë. Për ftesën që ne ke bon, vërtet është ndirë edhe krenari me këta burra, që rrethyn këtë ngjarje, sidomos ngjarjen e 5-6-7 marsit, aq sa është krenare ke për neve dhe emocionuese. Prandaj ty një falënderim që na ke thirrë neve sonte si grup, që t'jem me këta djem të dëshmuar në luftën e OÇK-s, t'jem sonte zbashku. Falenderit shumë ambasador që gjithmonë vjen sa riftë. Madhin e menet, so pas mos me nda.